Dhe ne jemi rikthyer në studio. Unë ju thash sigurisht në kuzhinë, në fakt që do të flasim sot për produktet asiatike. Janë shumë kurioze. Nëse kërkoni edhe në internet informacione etj produkte, apo siç bëra unë dje, që mundesh të vizitoja edhe faqen web të Nerantit për të zbuluar këtë gamën e gjerë të produkteve asiatike, do zbuloni një botë të pafundme, jo vetëm të shijshme, shumë kreative, të panjohur, por interesante për tu eksploruar, dhe nga ana tjetër përfitojmë pafund benefite në mirëqenien tonë dhe në shëndetin tonë. Kjo është një pjesë që nuk më takon ta analizoj unë, po sigurisht që nutricionisti pranë Institutit Kulinar Nerandi është me mua në studio, Alken Çuko, Miki Villa 24 tashmë prej shumë kohësh, edhe juaj se e di që e ndiqni me shumë kuriozitet dhe mësojmë të gjithë së bashku. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Është, le të themi, ajo serie e temave që e përmendëm dhe herën e kaluar që ta realizojmë pak së bashku, sepse Nerandi ka pafund dhe larmishmëri të madhe produktesh, madje përmendja dhe webin, por ndonjëherë ne marrim më shumë produkte dhe I rifreskojmë saqë nuk na del koha të vendosim në web të gjitha produktet. Po, se ka shumë në fakt. Kështu që më mirë do ishte të vizitojmë dyqanet fizike. E qartë, jo, unë thjesht dje sigurisht për shkak të temës që do trajtonim sot, edhe ngec aty, sheh një dhe pastaj një tjetër dhe një tjetër. E kështu me radhë dhe pastaj vazhdojmë. Ndërkohë ti sot është dashur pak punë të zgjedhësh disa prej tyre për të sjellë sot edhe për t'i parë edhe për publikun. Të udhëtonim pak në Azi. Çfarë kanë karakteristike produktet asiatike? Është umami. Të gjitha produktet asiatike kanë atë karakteristikën e tyre që janë disa produkte të fermentuara apo gjysmë të fermentuara apo dhe vetë natyra e rritjes së tyre I zhvillon atë glutamatin. Pra ky aminoacidi që jep pikërisht atë shijen umami që ndonjëherë industria e përdor në mënyrë artificiale për të theksuar shijen dhe ndonjëherë përdoret edhe për të ulur kostot sepse kompenson, le të themi, atë intensifikimin e përdorimit të ekstrakteve të ndryshme, ngjyrave të ndryshme, aromave të ndryshme e kështu me radhë. Kështu që pse jo ne ta marrim atë në mënyrë natyrale nga produktet. Dhe përveç shijes, aromës dhe çdo gjë tjetër apo kompleksitetit të përdorimit të tyre apo edhe thjeshtësisë në varësi të produktit, ato në japin dhe vlera ushqyese. Dhe prandaj ta nisim me orizin për sushi. Ne ndonjëherë orizin e konsiderojmë si një ndër 5 helmet e bardha, por nuk është kështu realiteti. Përderisa natyra atë e prodhon, atëherë absolutisht ne duhet ta konsumojmë në moderim, patjetër, në sasi të dur. Por ndonjëherë jemi mësuar të përdorim atë orizin zdepa, që është orizi basmati, që ka një indeks glikemik më të ulët, sepse e theksojmë vazhdimisht që nuk duhet të rrisim nivelet e sheqerit në gjak e kështu me radhë, por sheqeri në fund të ditës nuk është një armik për ne, është një ndihmës shumë e madhe e cila na ndihmon sidomos sportistë të ndryshëm apo atletë të ndryshëm, të cilët përpara seancave stërvitore duhet të rifurnizojnë trupin e tyre, muskujt e tyre me karbohidrate, në mënyrë që t'i djegin ato dhe mos të djegin rezervat e glikogjenit që muskuli vet mban. Dhe orizi për sushi është pikërisht një benefit për këta individ, duke qenë se përmban dhe sasi më të lartë të amidonit. Pra, ky karbohidrati, I cili e bën atë më të ngjitshëm, sepse diferenca ndërmjet varieteteve të ndryshme të orizit qëndron vetëm tek përmbajtja e amidonit apo struktura e karbohidrateve të cilat ata përmbajnë, qoftë I bardhë apo edhe integral. Dhe përmbajtja e lartë e amidonit në këtë oriz e bën atë një burim shumë të mirë energjie për këta sportistë. Por dhe nëse këta individ kanë një merak, le të themi në thonjza, për nivelin e indeksit glicemik, atëherë me qenë se ne e kemi apostafat oriz për sushi, apo sushi pa uthull orizi nuk ka. Nuk ka, e drejtë. Dhe prandaj kam sjellë dhe uthullin e orizit, e cila jo vetëm jep atë aromën, shijen karakteristike, një lloj si uthulla e mollës, orizi përzihet, lihet të fermentohet, dhe më pas filtrohet dhe distilohet. Po, transparent. Orizi është, okay. Pra, thjesht kalon një proces filtrimi për estetikën. Aromën dhe shijen si e ka? Jam shumë kurioze. Ka atë aromën e uthullës së mollës në aciditet, por ama ka, le të themi, atë shijen karakteristike paksa të orizit kur e nuhasim. Interesante shumë. Pra nëse kemi bërë një oriz pa shije të ndryshme, pa aroma të ndryshme, thjesht oriz dhe kemi zgjer, dhe momenti kur hapim atë kapakun që ndjejmë aromën, tani mendoja të 10 herë më shumë. Duke përfshirë acidin acetik, që është pikërisht ai acidi që të djeg ndonjëherë dhe pak hundën. Dhe uthulla e orizit, jo vetëm te orizi që mund përdoret, por edhe në çdo gatim tjetër në bazë të shijes apo recetave që përdorim, është goxha e mirë sepse një lloj si uthull e mollës na ndihmon në stabilizimin e niveleve të sheqerit në gjak.
por jep dhe orizit për sushi atë karakteristikën e Po, që e vetë. ka receta vetë, po. Duke bërë edhe topat të ndryshme, të cilët mund t'i mbushim më pas, mund të bëjmë disa receta në formën e topave të borës, ku në qendër mund të kemi ose mish, ose perime të ndryshme, dhe të mbuluar me alga deti. Okej. Algat e detit, pra mund t'i hedhim në një tepsi dhe këtë topin e orizit e rrotullojmë dhe krijojmë atë iden sikur është një zbukurim. Interesante. Jo vetëm për aromë dhe për shije, alga e detit, nga vetë emri domethënë, krijohet nga deti. Është një produkt detar i cili ka sasi shumë të lartë të mineraleve të ndryshme, por edhe pse në nivele gjurmë janë goxha të rëndësishme. Pra trace elements ne i konsiderojmë. Por fokusi tek algat e detit nuk është më tepër tek mineralet si kalciumi, magnezi e tjerë, por është më tepër tek sasia e jodit. Dhe jodi është një nga ato mineralet shumë të rëndësishme për metabolizmin tonë, sepse është si pedalja e gazit për Me makina shkrasimi, okej, e di. Për tiroidet. Ka lidhje me vërtet? Po, sepse jodi është shumë i rëndësishëm për tiroidet. Tiroidja është si pedali i gazit për metabolizmin tonë. Dhe ka rëndësi tek metabolizmi, ka rëndësi tek nivelet hormonale, ka rëndësi tek aftësia termorregulluese e metabolizmit tonë, pra edhe në prodhimin e hormoneve. Pra tiroidja është një organ shumë i rëndësishëm për ne dhe jodi është le të themi si një ushqim shumë i mirë për tiroiden, detyrimisht në varësi të individin se ka apo nuk ka probleme me tiroiden, duhet apo nuk duhet konsumuar. Por jo vetëm për nivelet e jodit, alga e detit, edhe shijen e glutamatit që ka të shijen umami, por është dhe goxha e pasur me një fibër dhe fibër detare. Dhe ne përmendim gjithmonë fibrat, rëndësinë e fibrave për t'i konsumuar, por zakonisht të gjitha ushqimet tona kanë frutat, perimet e çdo gjë tjetër, por këto i kemi si mik i shtëpisë. Pra fibrat e këtyre produkteve. Ndërsa fibrat detare, ne në dietën tonë kemi paksa më të vështirë për ta marrë. Dhe këto fibrat janë, le të themi, si një mysafir. Dhe mysafiri trajtohet gjithmonë më mirë nga mikrobiota jonë intestinale se sa miku i shtëpisë. Kështu që në momentin e tretjes apo digestionit të këtyre fibrave, atëherë ne pasurojmë dhe atë mikrobiotën intestinale duke na diversifikuar, le të themi, bakteret e mira të zorës tonë të trash, ku më pas ndihmon edhe imunitetin tonë. Tjetër produkt i goxha i rëndësishëm është tamarindi, në cep të tavolinës. Tamarindi është një frut, konsiderohet si frut tropikal. Ne kemi në formën e pastës të tamarindit, ai në formën e tij origjinale si frut ka, le të themi, formën e kikirikut, ku brenda ka një frut të tharë që është pak i athët, pak i ëmbël, pak aromatik, frutore kështu me radhë. Është konsiderohet dhe si frut tropikal, por në fakt origjinën e vet e ka nga Azia. Dhe ka sasi shumë të lartë të vitaminave dhe në bazë të qëllimit që dëshiron ta përdorësh, mund ta përdorim para ushqimit për hapjen e oreksit apo pas ushqimit për digestion, duke qenë se ka acide organike si acidi tartrik dhe acidi malik, që është goxha e veçantë për këtë frut, sepse jo të gjithë frutat i kanë këtë kombinim të këtyre dy acideve, ku acidi tartrik ndodhet dhe përbën fraksionin më të madh të acidit në ver, ndërsa acidi malik, acidin organik më të madh në moll. Dhe të dyja së bashku ndihmojnë në digestion, aktivizimin e enzimave, në tretje e kështu me radhë. Por duke dhënë edhe shije. Tjetër kemi majonezin, ndonjëherë ne majonezin e konsiderojmë si një produkt të pashëndetshëm, por ne kemi përmendur nuk ekzistojnë produktet e pashëndetshme apo produktet vetëm të shëndetshme. Çdo gjë që ne na e bën të pashëndetshme apo të shëndetshme është sasia, shpeshtësia dhe mënyra e përdorimit të tyre. Majonezi kinez quhet kepi, është pikërisht ai lloj majonezi i cili ka një shije totalisht ndryshe nga çdo lloj majonezi tjetër dhe diversifikon, le të themi, atë shijet e produkteve tona që mund t'i japim. Dhe nuk është nevoja të përdorim shumë, mjafton një lug kafe maksimumi 15 gram apo 20 gram, të kombinuar ndoshta me një salcë me kos apo në receta nga më ndryshmet, dhe ne i japim, le të themi, asaj pjatës sonë një boost me shije, të cilën nuk mund ta realizojmë dot me produktet e tjera, por nga ana tjetër e bëjmë dhe më të lehtë duke marrë edhe lipoproteinat, fosfolipidet që majonezi ofron nga e verdha e vezës, sepse është një majonez i cili realizohet totalisht vetëm nga e verdha e vezës. Gjithashtu, nga burimet të mira yndyrore. Kështu që jo çdo gjë e reklamuar e pashëndetshme është e pashëndetshme. Po, ndonjëherë janë krijuar disa stereotipe për disa produkte të caktuara dhe na duket sikur po t'i shmangim, i kemi bërë një nder shëndetit ton, por që gjithmonë janë nutricionistët që na tregojnë se nuk duhet të kemi frikë nga ushqimi. Po, mjafton të dimë edhe çfarë zgjedhim, se na që jepet edhe një treg, kemi gjithçka, le të themi, kemi dhënë alternativa të një produkti që e bën pak të vështirë. Por duke i parë edhe kështu nga afër, ne krijojmë edhe një ide edhe mbi pamjen e tyre, pra kur të bëjmë një pazar, të dim
ku të na shkojë dora dhe çfarë të zgjedhim. Prandaj Neranxhi gjithmonë sjell larmishmëri të produkteve të ndryshme për t'ia bërë konsumatorit sa më të lehtë zgjedhjen, por edhe jetën nga ana tjetër. Tjetër gjë. Salcat e sojës, por në versionin ponzu, janë letimi versionin ndjesë, se okay. Ponzu. Ponzu, okay. Atëherë, është një salcë soje kombinuar me lëkurë limoni. Pra, ne kemi përmendur herën e kaluar për salcën e sojës, e cila është një salcë realizuar nga soja, ku fermentohet dhe më pas filtrohet dhe mund të aromatizohet me limon. Unë e kam marrë në 2 versione të ndryshme, një që është me limon normal dhe një që është me limonin yuzu. E vetmja diferencë në tyre të dyave është sepse limoni yuzu ka le të themi një aromë më karakteristike, paksa më të fortë, më të veçantë, ndryshe nga limoni normal. Dhe janë ideale, qoftë për të na dhënë atë shijen umami, por dhe për të reduktuar sasinë e kripës, sepse ndonjëherë mendojmë që salcat e sojës janë goxha të kripura, kanë sasi shumë të lartë të natriumit, por harrojmë që nëse ne largojmë kripën nga tavolina jonë dhe shtojmë në vend të kripës salcën e sojës, atëherë mund ta reduktojmë kripën le të themi 50%. Duke paksa e çuditshme ose kontroversale, por është e vërtetë sepse përveç kripës ne marrim dhe atë shijen umami, glutamatin, dhe kjo intensifikon atë shijen e produktit, duke mos pasur nevojë që ti të konsumosh krip më tepër. Dhe nëse kemi merak më pas nga kripa, kemi edhe salcë soje që është me krip të reduktuar. Pra, less salt. Pra, asnjë variant nuk mungon të Neranxhi. Asnjë nuk mund të themi që jo nuk e marr sepse kjo po e ke edhe me krip edhe me pa krip edhe me e njëjta gjë në rastin e elementeve të tjerë që duam t'i shmangim, po. Dhe nëse nuk i lexojmë as etiketat, se përtojmë të lexojmë etiketat, dhe bëjmë gabim. Kemi një sinjalistik tjetër, kemi tapat, ngjyrat e tapave. Nëse duam të zgjedhim salcë soje me shumë krip, kemi tapën e kuqe, nëse duam të zgjedhim salcë soje me pak krip, tapën jeshile, apo nëse duam të zgjedhim salcë soje gluten free, kemi tapën blu. Kështu që vetëm me tapat. Dhe sinjalistikat nëpërmjet ngjyrave. Shumë është thjesësuar puna që nga ambalazhet e produkteve. Kemi dhe disa produkte të tjera shpejt. Pasta e susamit të zi është një produkt i ri që ne sapo e kemi marrë në fakt në të gjitha dyqanet tona. Kemi përmendur që susami ka shumë përbërje të larta se samoli, një antioksidant shumë i mirë, por nga ana tjetër acide yndyrore shumë të rëndësishme për trurin ton. Dhe duke pasur këtë formë, na e bën paksa dhe më interesante, më intriguese konsumimin e tij, duke zvendësuar gjalpin e kikirikut apo kremra të ndryshme të cilat mund t'i përdorim. Katsobushi. Mos atë po prisja. Me zor po prisja të shpjegonte Alkendi. Po është kaq e çuditshme. Po. Çfarë është kjo? Katsobushi. Katsobushi është peshk ton i tharë dhe në fakt bëhet në formën e një drase, aq shumë thahet dhe pritet në feta të holla për të aromatizuar brodat e ndryshme, por mund të përdoret edhe për brodon duke i hedhur orizit për të aromatizuar atë. Ka një shije shumë intensive, prandaj një paketim i tillë mund të shkojë shumë gjatë, edhe pse duket që është shumë e lehtë si paketim, por mund të shkojë shumë gjatë sepse ka realisht një shije goxha intensive. Dhe normalisht përmban ato peptidet që fermentimi i shkakton tek proteinat e peshkut, duke zbërthyer ato në element më të vegjël. I tharit, i mosur. S'ma merrte mendja kur që kjo do ishte mendova në një qepe dehidratuar ose ndonjë element tjetër nga pamja. Është peshk i tharë dhe i përholl. Shumë e këndshme. Dhe 2 karbohidrate të ndryshme, e di që jemi në limitet e kohës. 2 karbohidrate të cilat janë goxha të rëndësishme, ne përmendëm herën e fundit pastat që janë në fillim të tavolinës, pastat me hikër që dhe kati. Ne i gatuam shumë të mira, i bëm ditë të hënë. Ne kemi sjell dhe ose kemi në të gjitha dyqanet e Neranxhi Organic Market dhe versionet e pastave udon, të cilat janë totalisht organike. Për ata individët të cilët ndonjëherë apo dhe industrinë e dim se si mund të përpunojnë produktet e saj, pra ndonjëherë burimet apo origjina e lëndëve të para është e dyshim dhe nuk dihet se ku merret, certifikimet të tilla të cilat janë 100% organike dhe bio, na garantojnë që ky produkt apo ky drith, i cili është një pastë normale realizuar nga gruri, ky drith nuk ka pesticide, nuk ka ndotës të ndryshëm, plera kimik e kështu me radhë. Kështu që jemi totalisht sigurt për konsumimin e saj. Dhe keku orizit, që thjesht mjafton të zihet, ka fraksion e karbohidrati, por na jep dhe atë diversitetin e dietës tonë për të realizuar gatime nga më të ndryshmet. Alken, faleminderit. Faleminderit për gjithë çka sollën sot. Të mirpresim në studio gjithmonë. Faleminderit shumë. Kënaqësi si gjithmonë. Në vazhdim. Kjo ishte Bila për sot, ditë mbar të keni edhe ju, takohemi në orën 9 nesër.